Fundjava që lan pas, ngjiti në skenën e teatrit Andon Zaku Çajupi, një mbrëmje të parueshme muzikore me koncertin premier të Fanfare Band në drejtimin artistik të Nexhildo Sulës, me një repertor që përfshinte motive tradicionale shqiptare të ndërthurura, mjeshtërisht me element modern. Banda krijoi një atmosferë elektrizuese që rëmbeu publikun korçar. Emocionet e këtij koncerti janë gjithmonë në rritje, sepse kur e fillon Gaiçi, do të thënë që s'ke çfarë të humbësh, kurse kur vazhdon edhe perfeksionohesh akoma më shumë, përgjegjësia rritet dhe patjetër niveli duhet të jetë akoma dhe më i lartë. Repertori i sotëm kishte muzikë nga të gjitha rrymat, kryesisht muzika jazz dhe kolonat zanore të disa filmave dhe këngë të kthyer të aranzhuara për orkestër frymore. Ishte kënaqësi e madhe që të formohet një lloj bande e tillë, qyteti ka nevojë për këtë lloj muzike. Nuk ka pasur këtë lloj muzike, po i lumt këtyre dimëve të rinj që po e ngrejnë këtë dhe unë uroj që të jetë në vazhdimsi për të rritën. Emocionet e sotme ishin shumë të bukura dhe na dhanë kënaqësinë e duhur. Në qendër të performancës qëndroi mjeshtëria, interpretimi dhe energjia e instrumentistëve, ku veçanërisht spikati Sezan Rushani, një nga anëtarët çelës të grupit. Ritmet dinamike dhe pasioni i dukshëm në skenë kthyen koncertin në një festë të vërtet muzikore, ku duartrokitjet nuk munguan në asnjë moment. Koncerti Fanfare Band u shqyoi jo vetëm për nivelin artistik, por edhe për fuqinë bashkuese që mbart muzika, duke afruar edhe një herë vlerat e artistëve vendas dhe rolin që arti luan në gjallërimin e jetës kulturore në Korçë, një premier që premton të bëhet traditë në kalendarin artistik të qytetit.